1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bastet janë ndaluar me ligj, por parashikimet nuk i ndalojmë dot. Kush do të fitojë festivalin e këngës në radio televizion 64? Kush artist apo artiste dhe cila këngë do na çojë në Eurovision duke shpresuar një vend edhe më të mirë, edhe pse ishte shumë i mirë i Shkodra elektronike. Mirë, ka pak minuta që janë shpallur lista e këngëtarëve të cilët do të prekin këtë skenë të madhe. Siglën do ta risjellim për një emision modest, shumë modeste. Kemi emra si Giti, Kimi, Saviana, Frex, Sihana, por edhe Tifi, Vedati, Engji, Shela, Kamela, Lorenz, Rezarta dhe shumë emra big në listën e madhe të festivalit 64. Mirë pra, tani le të komentojmë bashkë dhe pse jo të bëjmë një parashikim se kush mund të jetë fituesja në këtë festival. Gara do të jetë shumë e nxehtë, por të mos harrojmë se kemi emra shumë të njohur, emra të promovuar, por njëkohësisht kemi edhe një band sepse gjithmonë artistët e ri, unë kam shumë eksperiencë ka festivale të ndryshme, të rinë me njëri tjetrin, kjo dihet. Të mëdhenj të rinë gjithmonë bashk, të rinjt mblidhen me njëri tjetrin, pa ndaj po i quaj me shaka band, emra shtërinj, por emra që vinë jo vetëm nga Shqipëria, por emra që kanë provuar fatin e tyre edhe në Angli, në Amerikë, në Itali, në vende të huaja ku vërtet i askushi, dhe duhet shumë guxim për të shkuar, për të kapur dhe për të tentuar atje që të bëhesh fitimtar dhe të bëhesh një emër i madh. Pritjesi ka ardhur fundi dhe sot zbulohen emrat e këngëtarëve pjesëmarrës të festivalin e fundvitit. Komisioni përzgjedhës i festivalit të 64 të këngës të radio televizion me drejtore artistike Elhajda Dani, edhe Elhajda ishte një artist e re kur shkoi në Itali dhe fitoi The Voice, ta kujtojmë këtë para shumë vitesh. Kanë shpallur pra të gjithë bashk zyrtarisht listën e artistëve që do ngjiten në skenën magjike të këtij edicioni. Këtë vit janë përzgjedhur 28 artistë. Gara do të jetë mes 28 artistëve, ku spikasin, siç thash, emra shumë të njohur. Kemi rikthime mes emrave të njohur që do të hypin në skenë dhe do të tentojnë fatin e tyre për të shkuar dhe të promovuar dhe kënga pas fat për të shkuar deri në Eurovision, por surpriza do të kemi shumë edhe nga të rinjt. Po, të rinjt dhe me zi po presi do gjej këngët e tyre. Por para se të shkojë te të rinjt, le të flasim për emrat të cilët ne i njohim mirë. Mes emrave që do garojnë këtë vit është dhe këngëtarja shumë e dashur nga Kosova, Fifi, e cila këtë edicion do të vi në duet me Tiri Gjocin. Përveç se i duam shumë për muzikën e tyre, publiku i ka njohur nga afër sepse kanë qenë edhe pjesëmarrës në reality show Big Brother VIP Albania. Ato kanë bashkëpunuar edhe herët me njëri tjetrin dhe kësaj radhe kanë vendosur që tek 64, festivali 64, të jenë bashkë me njëri tjetrin. Ndërkohë në listë gjendet dhe Alice, që në festivalin 63 vlerësuar me këngën Mirgull në vendin e tretë. Por kemi edhe një rikthim pas shumë vitesh larg skenës dhe larg Shqipërisë, Vedata Demi rikthehet dhe ka vendosur që të jetë pikërisht skena e festivalit që do rikthej një artist mjaft të njohur nga jeta e natës, me bendin e tij, e kemi ndjekur për shumë kohësh, kemi patur edhe fatin ta shikojmë në festivale të ndryshme, kështu që Vedata Demin do ta kemi pikërisht të këtë garë. Në garë do jenë dhe Evi Reçi, po flas për emra shumë të njohur të dashur për ju. Sheila Haxhiraj, do të jetë Kamela Islamaj, Gerta Mamutaj, Erik Loshi, Engji Nasufi, Gresa Gjoreca. Në këtë edicion gjithashtu do të kemi një rikthim, Lorenz Hasrama. Ja ku përmenda edhe një tjetër emër të njohur. Luna Çausholli, një këngëtare e re, shumë e talentuar. Kleansa Susaj, do të jetë grupi Two Farm që ka bërë revolucion me këngët e Top Albania Radio. Kështu që do të jetë në këtë festival edhe një rikthim i kënaqshëm i gjithë këtyre artistëve të cilët kanë bërë historinë e muzikës, janë pjesë e historisë muzikës, por do të kemi edhe emra të rinj dhe të rinj do të ndalojmë tani. Gjithmonë kur themi të rinj, duket se kur shprot shpresë është një gjë, edhe kur je në moshë të thënë ti dukesh i ri, është gjithmonë një lavdrim. Po kur vjen puna në garë, kur vjen puna në festival, kur thua i ri, duket sikur është penalizim, se thënë këto të rinjt me zi, edhe a do ja dalin dot sepse këto tjerët janë me emër, po kjo është e bukur e festivalit, se është një garë,
është një garë e hapur, një garë ku bëre bum me këngën tënde, siç bëri Shkodra Elektronike, të hapen dyert edhe pse mund ta kesh për herë të parë, ose je pak i promovuar në ambiente të ndryshme dhe ti shkon larg, pastaj lart deri në Eurovision dhe renditesh në 10-ën e parë, siç e bëri Shkodra Elektronike. Përveç artistëve të njohur, festivali do të mirëpresë edhe emra të rinj që garojnë për herë të parë. Një prej tyre është Tekzon Pireci, me origjinë nga Prizreni, i cili ka nisur rrugtimin artistik që në moshë të vogël. Iris Neziri, një tjetër emër i njohur për publikun, gjithashtu do të ketë emra që bëhen pjesë e këtij edicioni dhe janë Threx, si Hana Haxhnikaj, Saviana Vjerdha, Sara Kapo, Riger Sloka, Rezarta Smaja është e njohur, Malvina Likaj, është Kimi, Giti, si dhe Endri Kaçaçi. Ndërkohë surpriza do të kemi, se po i bëjmë tani bashkë të njohur e të panjohur, surpriza do të kemi sepse kësaj radhe në sken do të kemi një moment emocionues pasi një aktor i cili këndon shumë mirë, sepse në rolet e tij gjithmonë ka shoqëruar edhe me këngë, Erant Sojli, një nga yjet e Portokallis, provoi edhe reality show sepse e pam në Ferma VIP, kësaj radhe do të ngjitet në sken, dhe do provoj ethet e garës, provat, gjykimin e jurisë, të gazetarëve, e gjithë shka tjetër, do t'jetë në sken si një këngëtar ai që na ka bërë për të qeshur, kësaj radhe për të na emocionuar. Po, çfarë do bëhet me festivalin, si do jetë organizuar? Festivali 64 i këngës në radio televizion shqiptar do të vinë në drejtimin artistik të këngëtares, artistes Elhajda Dani. Për 14 me radhë, publiku do të ketë mundësi të shijojë muzikën e artistëve të preferuar. Nata e parë dhe e dytë do të jetë një natë me ethe të vërteta sepse do të jenë netët konkurruese. Imagjino çfarë bëhet që në prova. Çdo gjë është live, çdo gjë është me orkestër. Orkestra, po flasim me orkestrën e radio televizionit shqiptar të niveleve më të larta të ekzekutimit muzikor. Dirigentët të gjithë me emër, me karrierë, çdo gjë aty, edhe tekniku, le të themi, i cili merret me audio, në ndriçimi e çdo gjë tjetër, janë njerëz të cilët kanë prekur me duart e tyre historinë e festivalit, historinë e muzikës, këngë që kanë bërë epokë. Kështu që është një emocion shumë i madh për gjithë artistët. Aty barazohen të rinjt, por edhe të ata të cilët janë big apo të njohur, sepse emocioni është i parë aty. Të këndosh live me atë lloj orkestre është një përgjegjësi shumë e madhe, edhe është një emocion që nis që nga provat, që nga para përgatitja në studio, pastaj kënga vjen, orkestrimi e gjithçka tjetër duhet shkojë perfekte, provat njëra pas tjetrës, edhe derisa del në sken, ato janë momente vërtet të bukura dhe do përpiqem që her pas here t'ju tregoj edhe momente nga provat, sepse janë shumë emocionuese, edhe marrëdhënie këngëtarëve me njëri tjetër, artistëve, autorëve të këngëve që meritojnë chapeau, një duartrokitje patjetër. Pra do të jenë 4 net. 2 netet e para do të jetë pikërisht netet e para ku publiku do shijojë këtë muzikë dhe do të jenë net konkurruese nata e parë dhe e dytë. Ndërsa nata e tretë është një zakon shumë i bukur sepse i kushtohet nostalgjisë. Nata e 4 pastaj do të jetë finalja e madhe, këngët konkurruese do të bëhen publike, do të bëhen të dashura për ju në gjitha platformat e radio televizionit shqiptar, tashmë është shtuar edhe TikToku, dhe do t'jenë kudo në website, do t'jenë në YouTube, do t'jenë në Spotify, do t'jenë në Instagram, Facebook, TikTok dhe kudo tjetër. Artistët dhe do promovojnë këngët, njëkohësisht dhe gjithë radio televizioni shqiptar, emisionet dedikuar festivalit të 64. Kështu që mundësia do t'jetë shumë e madhe për publikun, që në moment që do i shikojnë në sken artistët e tyre, me materialet e tyre, do t'jetë familiarizuar kohë më parë, dhe kjo është një gjë shumë e mirë dhe shton emocionet dhe më shumë. Do thoni ju, na përmend emra lart e poshtë për zive të rinjt, me të bigët, me të famshmit, pa famshmit, po lista e plot cila është? Lista e plot është Tu Farm, Alice, Ekzon Pireci, Endrit Kaçaçi, Engjin Asufi, Erant Sojli, Erik Loshi, Evi Reçi, Fifi dhe Tiri Gjoçi, Frenci, Gerta Mamutaj, Giti, Gresa Gjocera dhe Bledi Kaso, Iris Neziri, Kamela Islamaj, do t'jetë Kimi, do jetë Kleansa Susaj, Lorenza Srama, Luna Qaosholli, Malvina Likaj, Rezarta Smaja, Rigersa Loka, Sara Kapo, Saviana Vjerdha, Sheila, Siana Haxhinikaj, do t'jetë Threx, do t'jetë dhe Vedat Ademi.
Kështu që për momenti, sa të kemi lajme të tjera, kjo ishte lista e konkurrentëve të Fest 64 në radio televizionin shqiptar. Me këmbë të mbar, fitoft më i miri, më e mira, ose në duet, dhe për në Eurovision do t'jetë një garë e jashtëzakonshme me zi po presim, sidomos momenti i votave dhe gjithë shka tjetër. Në një video tjetër do ju tregoj se si votohet për këtë festival. Miru pafshim!